Mos e neglizhoni, goritja gjatë gjumit mund të jetë shenjë e kësaj sëmundje. Sëmundjet e zemrës kanë qenë shkaku kryesor i vdekjeve në botë, sidomos këto kohët e fundit. Por një sondazh i Harris Poll për American Heart Association zbuloi se 51% e amerikanëve nuk e dinë këtë statistikë. Sëmundjet e zemrës mund të zvogëlohen ndjeshëm nëse jeni në gjendje të parandaloni faktorët e rrezikut. Por a e dini që gjumi dhe specifikisht gërritja mund të jetë një shenjë problemi në zemër, citon kardiologja Sharon Sharma. Gërritja nuk është vetëm një bezdi për çdo partner në shtrat, por diçka që lidhet edhe me zemrën. Gërritja mund të jetë një shenjë apne së gjumit, shpjegoi mjeku Sharma. Kjo gjendje është e lidhur me sëmundje të ndryshme të zemrës dhe fibrilacionit arterial, hipertensionit dhe shtrëngimet e zemrës. Një studim i vitit 2024 me më shumë se 12 njerëz i botuar në nutrient zbuloi se gërritja e rregullt rrit rrezikun e presionit arterial dhe dëmtimeve kryesore të shëndetit tuaj të zemrës.